Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Të gjerjema, kur kënë zdoli i që besatës? Ku me dalë, bërë? Pa parës. Ku me shku? Ja, bre, baba. Po prit besa o bërë dhe një 2-3 ditë e marrë penzinë e... Tja, baba, diqka. Sa mës me balë që jenë për të shprast. Po ja, me kapë se s'ka lirë, se. Cigarën se pi. As kafën se pi. Beni shkon mirë me gjithë dhe një punë të kur me punu, mirë shkon. Mëre, më gjenë azmija për meni be për një ven. Po, valla bes, po më kujtohet se për ka bre, tha bre. Ja, me më ras po më kujtohet. La, për meni diçka ma s'po më kujtohet. Ja. Po të në më mirë vete. Po ja bre thire ti baba, ti ma mirë thire. Be thirë baba, merë thire. Ma mirë më thire. Thire. Qërë. Po. Allo, amiq. Po me qenë me duna e be. Po, dishëm... A i dorë të na, e po mirë. E po tamam. Haj. Mirë Që? Ullë s'ka në... Pare, që ka dishë malë. E po mirë. E ma mirë me ata ftiloj. Për meni valla po s'po më kujtohet baba bre. Po harrojsh. Allah bash mirë qërë dhe vla. Pa po lodhësh ajo. Vallaj, po jo, bëqa që jo. I kam të dy, do 3. Po ma dinere që si plak. E s'po munojnë qatë shumë. Reti batinat me, na ato puna ma trona, ato po mi krynë. Ja vdi për ne. Halal. Dhe ma di. Halal ju koft. Ju shënderon e shkenderon ma të vjetrin. Shkenderon vetë vetën e nderon. Më gjerëzmi, që kështë të me blavës diçka për puna, kërë diçka... Po bre para një jave, diçka ma për mene bre. Se da tira, valla. Vallaj, s'pedive. Po harroj, se dhe mos thasht, kone fundit, besër e shumë po harroj tyve, nuk më kujtohet. Para një jabre në azmim thave të njoni, kishte pun, kishte... Ha mos po të kujtohet e bete? Jas. Ai, o dullë. Tenisi. Që të kujtu. Ja ty shkallon kere të larja, po ja të kafja, edhe ka pun. Ka pun sa dush. Tenisi. Ja të larja, ja të kafja. Edhe o të jesë puna. Qa ty, besoj që ta gjanjo. Që tash më kujtu. Që valla, së bësa shumë meja se një me ka shumë punë. Ka. Ditë natë fulli ka. Ka. Unë e babas kam vetë që, si dush sot me një rrën për të qaj. Që doni, vjedhur në juve, s'prish punë. Jo, pre vlasha, me shku atë 20 vetë, për nëspet për cilë me ushtarë me shkuë. Po, unë me mor një rogë, sa për veti, valla, zorë bes kur qysër me ka përcej mu, kur qysër. E di. Valla zorë pa ku pa rogë. Anë nga pëshkim. E po me mku muhe, heq mos për ne. Qunë me ne, me që kitu. Mire ki vla, mire ki. Hajde ja. Hajde. Po, a be te bashkimi që sa mi pruni cigare të riki? Po shqa zotin po edhe tim ish mo pse?
A be, hajde, ma, hajde. A be, nuk ka probleme për 50 euro në një ka shumë ta shepja se unë gjatë jetit jap, hajde. Hajde. Tha thu ku e pa brehat atë zyre. Ku e di. Ai baba e këshin mi, pa thonë karshin i doqanit, ha? Që të pisa po ndreshkan papa, s'peti baba. Ha, që? Ku i vazhime? A jetin e nisi, ha? E mirë, po. Mirë, bashkë me të zatetëm. A që po në edhe qish njove? Po, bre, po. A je mirë, bre? Mirë, bre, jo, ratë. Na, më shkyre, alhamdulillah, mirë, dolëm pak. Po valla, ka ti bre unë jesëm, unë ka ti unë jesëm. Po që, se janë të më pritën do, po, ju do në të shka se... Po valla bre, ape njef Nazmijen. Po, allo? Po i kom shlu, po. Po ve mas 3 vetë mërinë atë, hiq. Hajde. Nazmija, para do dide më tha se dullën pa punë, bre, kam. Allo? Po, mërinja ja. Po, mërini, po. Hajde, mu së mërzit fanbeshëm, hajde, s'ka lidhje. Edhe, Agji? Shtja të kallëzue se... Bishpa, allo? Aha. Po kam t'i shka me vetin, po. Jobe s'o problem. Jobe mu së mërzit ta ma pune, se kom këshirën kur hiq, hajde. Po. Hajde se me... Hajde. Qështë e shkallëzu se dulla pa punë, e më tha se ki shumë punë, ki e... Veç pak, ma vëna. Allo? Ha? Po hajde në parking, hajde të parkingi ati. Hajde të parkingi, hajde. Hajde, usos, hajde. Po ma gjive se s'jam të më ratë, valla, bila po pinë sabave gjithë ditën që shtu në pasha zotin. Pedi, për qa, ani shkyr që ke punë shkyr. Qapet, Ani. Alo? Efendim? Evet, ben bir oda çıktım şimdi. Tamam. Kaç saate? Tamam, geleceğim ben. Tamam. Haydi görüşürüz. Hacı, ma bana loş se hejtë, ne. Ma bana, po duku, ka përse dhe në se këne pali. Ani. Hajde për mi, rej, falni. Shka i thubri dhe lëkshtë. Edhe na bodalla, nisëm e lapin e Nazminjës, bre, hajde, hajde. Aj. Ky projekt sponsorizohet nga الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Falënderimet dhe lavdërimet tona padyshim se i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Allahun subhanahu wa taala e falenderojmë, falë dhe ndihmë vetëm prej tij kërkojmë. Nësa salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi ata të cilët e ndoqën dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Episodën që e pam sot na mëson shumë gjëra, e prej gjërave që na mëson është se njeriu nuk duhet të jetë arrogant karshi nevojtarit, karshi një personi i cili i kërkon ndihmë. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në shumë ajete kuranore, ku thot në njërin prej ajeteve kuranore, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu subhanahu wa taala nuk i don mendjemdhënjt dhe mburracakët. Thot nuk i don njerëzit të cilët janë arrogant, karshi njerëzve të cilët qofshin nevojtar apo qofshin njerëz të cilët thirrin dinin e Allahut subhanahu wa taala. Mendjemallësia
është prej cilësive të iblisit të mallkuar, ku Allahu subhanahu wa taala i kërkoi Ademit alayhi salam që t'i bjen sejdë, ndërsa i refuzoi, tha: "Mua më ke krijuar nga zjarri, ndërsa atë e ke krijuar nga dheu. E si t'i bi unë në sejdë një personi të cilin e ke krijuar nga dheu?" Dhe kështu ai u tregua arrogant karshi Allahu subhanahu wa taala. Do të thotë, mendjemadhësia karshi nevojtarit, mendjemadhësia karshi njerëzve, muslimanëve në përgjithësi, është pra cilësi edhe e iblisit të mallkuar, që pastaj Allahu subhanahu wa taala për këtë gabim të vogël e largoi nga mëshira e tij dhe ai kërkoi nga Allahu që të jetë i pafatizuar, siç është ajeti deri në fund. Gjithashtu, mendjemadhësia ishte edhe cilësi e njerëzve arrogant që Allahu subhanahu wa taala i dërgoi pejgamberët e Allahut tek ata. Ishte arrogant faraoni, i cili i tha Musait alayhi salam që unë jam më i lartë, apo unë jam Zoti juaj, ana rabbukumul a'la. Thot, unë jam Zoti juaj. U tregua karshi Musait alayhi salam dhe karshi Beni Israilve se ai është Zot. Normalisht ishte edhe arroganca e Karunit. Karuni ishte njeri i pasur. Mirë po Musai alayhi salam, kur i kërkoi që ta adhuron Allahu subhanahu wa taala, ai tha: "Unë këtë pasuri e kam fituar nga dija ime." Gjithashtu ishte edhe mendjemadhësia, ishte edhe cilësi e faraonit këtij ummetit, ishte Ebu Xehlit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e luste Ebu Xehlin që ta pranon islamin, sa që thuhet në një transmetim se e takoi Ebu Xehlin në rrugë dikon dhe i tha që ta pranon islamin. Ebu Xehli ju drejtua Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Unë e di që je në hak, unë e di që je pejgamberi Allahut, mirë po nuk e pranoj islamin, andaj mos u lodh." Atë ajo arroganca, mendjemadhësia e tij nuk ja mundësoi që ta pranon dinin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj prej krejt këtyre ngjarjeve ne përfitojmë shumë përfitime, ne marrim shumë mësime. Mirë po mësimi më i rëndësishëm është që besimtari kurse si nuk duhet të jetë mendjemadh, kurse si nuk duhet të jetë arrogant ndaj nevojtarit, kurse si nuk duhet të jetë arrogant ndaj muslimanit që është me pozitë më të ulët. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Atë ju tregoi për banorët e zjarrit, tha ata janë mendjemdhët." Pra, edhe prej mendjemdhëve do të jetë i mbushur xhehenemi. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit, mendjemdhënjet do të ringjallen sikur milingonat në formën e njeriut, mirë po në madhsinë e milingonas. Dhe kështu njerëzit do t'i nëpërkambin, ashtu si ata i nëpërkambën nevojtarët në këtë dunja, ashtu si ata nuk i përfillën muslimanët dhe ata të cilët kishin nevojë. Andaj, vëlla i nderuar, shikues i nderuar, të kemi kujdes, t'i ndihmojmë njerëzit të cilët na kërkojnë nevojë. T'i ndihmojmë njerëzit të cilët duan që na që ndihmojmë atyre, e kur që dalim në ndihmë, atëherë Allahu subhanahu wa taala do të jetë i kënaqur me neve, gjithashtu edhe ata do të jenë falëndërues ndaj jush dhe do t'i luten Allahut për juve. Dhe kështu e lut Allahun subhanahu wa taala që çdo njeri i cili ka nevojë, dhe kërkon ndihmë nga ndonjë i pasur ose ndonjë njeri që është me pozitë, t'ia shtrim dorën atij, sepse kush ja largon një hallexhiut një hall, Allahu subhanahu wa taala do t'ja largon në ditën e kiametit. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم Mirësi